Për aktin heroik, sakrificën, trimërinë dhe përkushtimin e jashtëzakonshëm në mbrojtjen e Adeut, presidentja Osmani ndan urdhrin Hasan Prishtina, betejës së Nokshicit, betejë që u udhëhequr nga Ali Pashgusia dhe krerët e lidhjes së Prizrenit. Ftoi në skenë zotrin Zek Nokshiçi për ta pranuar dekoratën. Të nderuar pranishëm, mirë se keni ardhur dhe ju ftoj të ngriheni në këmbë në ndërim të himnit kombëtar dhe atij shtetëror të Republikës së Kosovës. Fillimisht, me lejoni të ftoj për një fjalë përshëndetëse organizatorin kryesor të këtij takimi të madh, i cili është edhe brez i trashëgimisë e i gjakut të disa luftarëve të epopesë së Nokshicit, e ai është një burr fisnik e patriot i madh, Zek Nokshiçi, i cili jeton edhe pranë që disa dekada në Teksas të Amerikës. Zek, fjala për ty. Të nderuar të pranishëm, po dalë para jush në emër të Nokshicasve të mi. Sot më keni nderuar me pranin tuaj, duke ardhur nga gjitha trojet shqiptare këtu. Në Prishtinën e Kosovës dardane, për të nderuar sakrificën e herojve tanë të luftës Nokshicit. Unë si i ri, kam dëgjuar nga të partë e mi dhe nga Nokshicas tjerë për historinë e lavdishme që ndodhin 145 vite më parë në betejën e Nokshicit kundër Malit Zi. Të mos harrojmë kurrë se jemi pasardhës të herojve dhe se amaneti tyre qëndron mbi supet tona. Të gjithë shqiptarët, pa dallim feje, le të qëndrojmë bashkuar për ta çuar në vend këtë amanet shenjtë. Faleminderit gjithëve për praninë tuaj, më keni nderuar shumë mua dhe Nokshicin. Faleminderit. Beteja e Nokshicit 1879 dhe beteja të janarit 1880 edhe sot duhet të konsiderohen luftë madhështore dhe fitore madhështore. Kënga e asaj beteje, që janë këto gjanë që bëj Vjenera, u bë himn lufte. Ajo u këndua edhe në luftën e fundit të ushtrisë qeverimtare të Kosovës nga Hanus Jashari. Përfundim,
Betejë në Këshiqit 1879 dhe betejat e janarit 1880 ishin luftë mbi luftë dhe edhe sot vlerësohen se ishin nderi politik dhe ushtarak i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Shënimi këtij përvjetori është shembull për brezat e tashëm se si duhet të mbrohet atë dheu, duke thënë jo fuqive të mëdha dhe jo përëndërisë osmane dhe duke kiruar pra dhe në luftë kundër pushtuesit Malit të Zi. Si dori i lasht me qendrash, ai po vjen me vrat drejt pragut, eu asivarat e valbones, nuk ja lajnë rekete gjaku. Ajo që e gjejmë në betejën e Nokshicit dhe në betejat e rujtjes së tokave shqiptare pas Kongresit Berlinit, pra përplasje me ato vendime që ishin marrë, është një shembull unikat për ne, një shembull që don studim të thellë ende dhe ende, një shembull që kërkon që arkivat e shumta ende që janë studiuar sigurisht kanë edhe brum të veçantë. Mbledh sonte për me kujtu, me ndëru dhe mos me leju me u harru. Në tokën shqiptare, në zonën e Plavës dhe Guxis, në Katundin Nokšić, para 145 vitesh, burra të vendosur dolën përballë armikut, burra si Jakub Ferri, Omer Bashulaj dhe shumë të tjerë që nuk pranuan të përkuleshin para vendimeve të konferencës të Berlinit. Ata e dinin se toka nuk dhurohet, ata e dinin se liria nuk falet, liria fitohet me gjak, dhe kështu bën, luftuan dhe e dhan jetën, dhe shtu i dolën Zot tokave tona. Luftarët e luftrave për pavarësinë e Shqipërisë, për çlirimin e Kosovës e deri te lufta e UÇK-s në mes tjerash frymëzime patën edhe këto beteja, i patën edhe këto beteja dhe këta heroj të lavdishëm që ne sot po i përkujtojmë dhe po i respektojmë. Andaj, duke i pasur parasysh këto vlera universale të botës së qytetëruar që lidhen me lirinë, të drejtën për mbrojtjen e vendit dhe të vetes, ju themi edhe njëherë faleminderit për këtë manifestim që na bët bashk dhe le të shërbej që të ardhmen tonë të ndërtojmë mbi themelet e forta të së kaluarës. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, ka raste kur edhe me këngë popullore mund të kthehet historia në varë. Betejë e Nokšićit nuk ka nevojë për plotësimin e dhenave të historianëve aq shumë sepse mendoj si ka mjaft të dhena, por ka nevojë për plotësimin e dhenave nga arti ushtarak, sepse mendoj ushtarak nga të gjitha trevat e shqiptarëve kanë mundësi që të japin kontributin e tyre rreth organizimit të udhëheqjes së kësaj betejë. Çdo betejë ka heronjin të vet. Ashtu që gjyshtëria slimtare e pati epopejën e Jasharëve në krye me komandantin Lezedardin Jashari, edhe betejë e Nokšićit e pati fatin ta ketë Mjadem, ta ketë edhe Jusufin. Prandaj kjo betejë nisi të gjithë shqiptarëve e legitimoi lidhjen. Ashtu që UÇK-ja e legitimoi të drejtën e shqiptarëve për liri, betejë e Nokšićit e legitimoi lidhjen shqiptarët e Prizrenit si përfaqësuesi e tej dhe e vetmja përberjen e Shqipërisë nga tri veletet e saj. Lavdiu qoftë të gjithët në shkëndra, krenohuni edhe një krenar ju pasasit dhe mbi 3.000 dëshmorëve që 3.000 luftëtarëve që u thesin atë betejë dhe 300 dëshmorëve që ranë. Izmi i betejës së Nokšićit mbetet shembull se nuk ka forcë që mund të na ndalë askush atëherë kur jemi të bashkuar. Lavdi herojëve të betejës së Nokšićit, lavdi gjithë herojëve të luftrave çlirimtare të popullit shqiptar. E jashtëzakonshme sepse në Nokšić dhe te ura Zhanic u mbrojt Kosova, u mbrojt Shqipëria
u mbrojt qenia kombëtare shqiptare. Ne harrojmë, shpesher harrojmë, duke dashur të harrojmë, se ishte e plave gucia që sakrifikoj për trojet shqiptare. Ladbije popes. Zdo që të flasë dhe qka do të them, përsëri do të mbes bërsh aty në viganeve që ranë hirokisht në altarin e lirisë, por të mos dekur kur, ne krenar me ta dhe ata krenar me ne, në që i kujtojnë dhe sot dhe për mot ju falimderit.